Fondet nga kredia hungareze të miratuara nga qeveria për komunat kanë përbërë një injektim të konsiderueshëm financiar në muajt parazgjedhor, thuhet në raportin e Qendrës për Komunikime Qytetare, i cili monitoron ndarjen e mjeteve qeveritare për projekte infrastrukturore komunale në vitet 2024 dhe 2025. Sipas gjetjeve të hulumtimit, shpenzimet kapitale të komunave në buxhetet për vitin 2025 janë rritur ndjeshëm krahasuar me realizimin në vitin 2024 me një mesatare deri në 92%. Projektet janë kualifikuar si zhvillimore, kryesisht për shkak se financimi i tyre është planifikuar të realizohet në një periudhë 3 vjeçare, edhe pse një pjesë e madhe e tyre në thelb përfshin riparime, rindërtime ose ndërtim rrugësh dhe ndërhyrje të tjera të zakonshme infrastrukturore lokale. Raporti thekson se ndonëse qeveria miratoi projekte me vlerë rreth 71 milion euro për vitin 2024, në buxhetin e atij viti u rezervuan vetëm 15.5 milion euro, ndërsa realisht u shpenzuan vetëm 345.000 euro. Si pasojë, fondet e pashpenzuara u bartën dhe u kombinuan me mjetet për vitin pasardhës. Për këtë arsye, në buxhetin e vitit 2025 fillimisht u planifikuan 102 milion euro për projekte infrastrukturore komunale. Pas përfundimit të zgjedhjeve lokale në fillim të dhjetorit 2025, qeveria ndërmori një ulje drastike të këtyre fondeve, me vendimin për rishpërndarjen e mjeteve buxhetore të miratuar nga Kuvendi më 5 dhjetor 2025. Fondet e planifikuara për komunat në buxhetin 2025 u zvogluan për 58.4 milion euro, duke rënë nga 102 milion në vetëm 43.6 milion euro. Raporti evidenton gjithashtu probleme në zbatimin e projekteve, veçanërisht në fushën e prokurimeve publike. Në një pjesë të konsiderueshme të komunave të analizuara, vërehet dominimi një ose disa kompanive që kanë fituar shumicën e kontratave për ndërtimin e projekteve infrastrukturore. Një tjetër gjetje kyçe është përndarja jo proporcionale e fondeve mes komunave, si në raport me numrin e banorëve, ashtu edhe në vlerë absolute. 4 komuna kanë përfituar mbi 5 milion euro secila: Manastiri, Tetova, Kumanova dhe Aerodromi, ndërsa Prilepi është afër këtyre shifrave me 4.4 milion euro. Kur mjetet analizohen për kokë banori, komunat me përfitime më të larta janë Demir Kapi, Zhelina, Sveti Nikole, Gradsko dhe Kratova. Në anën tjetër, përfitimet më të ulta për kokë banori kanë qyteti i Shkupit, Strumica, Sarai, Qendra dhe Kërçova. Nga Qendra për Komunikime Qytetare thanë se përfaqësuesit e misioneve ndërkombëtare që i vëzhguan zgjedhjet lokale, në raportet e tyre pas zgjedhjeve kanë shprehur gjithashtu shqetësime në lidhje me shfrytëzimin e resurseve publike për qëllime zgjedhore. Në raportimet e tyre thuhet se raste të caktuara të keqpërdorimit të fondeve publike ishin shqetësuese.